Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Spektakli Dasmës Gjirokastrite i organizuar këtë fundjavë në qytetin e Gurt ka promovuar vlerat e traditës, duke tërhequr edhe vizitorët. Mbështetur mbi subjektin e veprës Sa u tund jeta të Musine Kokalarit, ky spektakël u interpretua me nivel artistik duke rijetësuar vlerat e traditës dhe i vendosur ato në shërbim të turizmit. Rritja e numrit të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën po shoqërohet edhe me sfida për sektorin e turizmit. Një prej tyre mbetet informaliteti në akomodimin turistik ku, sipas shoqatës së hotelierëve, një numër i konsiderueshëm i njësive të turizmit familjar operojnë pa dokumentacionin dhe standardet e nevojshme. Përfaqësuesit e biznesit vendas kërkojnë masa më të forta. Me prezantimin e projekteve dhe shpërndarjen e certifikatave për fëmijët pjesëmarrës, u mbyll në Universitetin e Qerem Çabej java e Summer School. Në ditën përmbyllse, fëmijët ndan punët dhe idetë e tyre përpara prindërve, duke treguar çfarë kishin mësuar, diskutuar dhe ndërtuar gjatë kësaj përvoje. Për të minimizuar situatat emergjente dhe për të reaguar në kohë në rast të zjarresh në pyje dhe kullota gjatë verës, shërbimi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi në bashkinë e Tepelenës ka ndërmarrë një sër masash parandaluese, të cilat do të ndihmojnë në evidentimin dhe parandalimin e zjarreve në terren. Ju njohim tani më gjërësisht. Spektakli Dasmës Gjirokastrite i organizuar këtë fundjavë në qytetin e Gurt ka promovuar vlerat e traditës, duke tërhequr edhe vizitorët, mbështetur mbi subjektin Sa u tund jeta të Musine Kokalarit. Ky spektakël u interpretua me nivel artistik duke rijetësuar vlerat e traditës dhe i vendosur ato në shërbim të turizmit. Dasma tradicionale Gjirokastrite, një prej krenarive të shumta të qytetit të Gurt, u risol për 2 mbrëmje resht, bazuar në librin e shkrimtares Musine Kokalari, ashtu siç ajo e ka paraqitur në librin e saj Sa u tund jeta, votuar vetëm disa muaj pas çlirimit të Shqipërisë. Ky event synon mbajtjen gjallë të kësaj pjese të çmuar të identitetit tonë kombëtar, por edhe prezantimin e tij tek turistët e shumë që e vizitojnë Gjirokastrën. Flitet për një dasëm të viteve të shkuara. Është një skenar mbi bazën e librit të Musine Kokalarit dhe flitet për zakonet, për traditat e Gjirokastra po shumë vite përpara. Janë zakone dhe tradita të cilat i ka Gjirokastra vetëm dhe ndryshojnë nga traditat e qyteteve të tjera dhe ne mundohemi që t'i ruajmë këto tradita me qëllim që dhe t'ja kujtojmë këtij brezit të ri. Gjithë qëllimi është që turistët që do vinë do jenë pjesë e këtij spektakli. Kjo është e veçanta. Ata do vinë të shikojnë të ndjekin spektaklin, por ndërkohë ata do jenë dhe pjesë e këtij spektakli. Dhe këtu është e gjithë bukuria, që të njihen me këto tradita. Ky event bëri bashk artistë popullor të këngës dhe valles tradicionale, por edhe aktorë amator që interpretuan të gjitha rritet e kësaj dasme, të cilat u ndoqën me interes nga turistët. Vi nga Irlanda për herë të parë në Shqipëri. Ajo që përjetuam sot në Gjirokastër ishte një mrekulli. We're from Austria. Unë vi nga Austria, e kam shijuar shumë këtë shfaqje sonte, ishte interesante, shumë argëtuese njëkohësisht. Nga organizatorët është hedhur ideja që spektakli ngjyrave, këngëve, valleve, riteve të kthehet në i përditshëm gjatë sezonit turistik. Duam ta bëjmë në vazhdim, duhet të ketë një event të shtuar në Gjirokastër, që është ruajtja e traditës kulturore, jo vetëm siç po bëhet, si po merrem me traditën materiale, tani duam merrem edhe me traditën kulturore. Duam të bëjmë një event të përditshëm, target grupi janë të huajt, turistët që vinë në Gjirokastër. Dhe kemi menduar që të bëjmë një traditë në Gjirokastrite, siç është Dasma Gjirokastrite që përmbledh një traditë të Gjirokastrës, ta bëjmë të përditshme dhe për t'i dhënë një vlerë tjetër këtij qyteti që ka shumë vlera, po i shtojmë dhe mundohemi ta shtojmë edhe ne një. Ky organizim u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia Gjirokastër.
Rritja e numrit të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën po shoqërohet edhe me sfida për sektorin e turizmit. Një prej tyre mbetet informaliteti në subjektet akomoduese, ku sipas shoqatës së hotelierëve, një numër i konsiderueshëm i njësive të turizmit familjar operojnë pa dokumentacionin dhe standardet e nevojshme. Përfaqësuesit e biznesit vendas kërkojnë masa më të forta për formalizimin e aktivitetit me qëllim garantimin e cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtjen e imazhit turistik të qytetit. Informaliteti në sektorin e turizmit po kthehet në shqetësim për biznesin lokal në Gjirokastër, për sa i përket cilësisë dhe standardeve të shërbimit për vizitorët. Shoqata e hotelierëve apelon se një numër i konsiderueshëm aktivitetesh kryesisht të turizmit familjar nuk pajisen me dokumentacionin përkatës, duke qenë problematik për sa i përket cilësisë që ofrojnë për turistët. Një shërbim i pa regjistruar, i pa formalizuar, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie në shërbimin e turistit. Është njësoj sikur ne t'i japim klient një taksie të pa licencuar dhe nuk mban përgjegjësi vetëm taksia, po mbajmë ne dhe ne përgjegjësi që kemi dhënë klient një taksie të pa licencuar. Për çfarëdo gjë që mund të ndodhi. E njëjta gjë ndodh edhe me guest house-et, të cilat numërojnë mbi 450-500 në këto vite, janë rritur ndjeshëm, përveç se është një konkurrencë pa drejtë, është një dëmtim i nivelit cilësor të shërbimit, si dhe nga ana tjetër është një e ardhur e munguar e ndjeshme në buxhetin e shtetit. Ndërsa në qytetin e Gjirokastrës kemi një rritje të vizitueshmërisë nga turistët, duhet të merren masa për shmangjen e kësaj problematike, pohon kreu i shoqatës së hotelierëve në Gjirokastër Gentian Bineri. Turizmi është një mundësi e mirë për të gjithë dhe kuptohet të gjithë duhet të përfitojmë, jo vetëm bizneset, por edhe komuniteti. Por kur vjen dhe rëndohet shumë situata, duke ushtuar guest house-et e pa formalizuara në mënyrë shqetësuese, këtu shteti duhet të ndërhyjë. Vjet në mars të vitit 2025 në fletorin zyrtare është vendosur tatimi në burim. Por, me sa duket, nuk ka pas asnjë lloj ndikimi, sepse ndoshta nuk është marrë asnjë mas për zbatimin e këtij vendimi që është marrë vjet. Sipas të dhënave, në Gjirokastër operojnë mbi 500 guest house, ku pjesa më e madhe e tyre të paregjistruara në instancat përkatëse. Me prezantimin e projekteve dhe shpërndarjen e certifikatave për fëmijët pjesëmarrës u përmbyll në Universitetin Eqerem Çabej java e Summer School. Në ditën përmbyllëse, fëmijët ndan punët dhe idetë e tyre përpara prindërve duke treguar çfarë kishin mësuar, diskutuar dhe ndërtuar gjatë kësaj përvoje. Për një javë, fëmijët Gjirokastrit u bën pjesë e Summer School, e cila u zhvillua në Universitetin Eqerem Çabej. Gjatë këtij organizimi, ata diskutuan për stigmatizimin, kulturat e ndryshme, mënyrën si reagojnë ndaj sjelljeve që nuk i njohin mirë, si dhe për kufirin mes asaj që është e pranueshme dhe pa pranueshme, tradit apo thjesht sjellje zakonshme në një shoqëri. Ata ndan mendime, të pyetje dhe mënyrën se si shohin dallimet mes njerëzve, zakoneve dhe kulturave. Ky aktivitet u dha mundësinë të perfeksiononin edhe gjuhën angleze njëkohësisht. Ishte shumë bukur, unë kënaqja shumë për veten time. Kam ardhur të gjithë javën, domethënë të 5 ditë që është zhvilluar. Sot mora edhe një certifikat. Unë kënaqja shumë, bëra edhe shumë aktivitete të ndryshme, mësova shumë gjëra që është shumë bukur. Këtë në aktivitetin e organizuar në këtë universitet u kënaqja shumë. Ishte diçka e organizuar shumë mirë dhe të gjithë personat që ishin këtu mësuan disa gjëra të reja dhe të bukura. Bëm një course për në anglisht edhe në shqip. Ishte pak e vështirë. Ishte një javë shumë e bukur për mua dhe mësova shumë gjëra të ndryshme për Amerikën dhe Shqipërinë. Mësuam shumë gjëra për zakonet dhe për gjëra të ndryshme. Bashkëvizitimi ishte në gjuhën angleze dhe unë mësova disa fjalë të reja. Summer School u zhvillua me 2 mësues amerikan, në një javë të konceptuar si përvojë edukative krijuese dhe ndërkulturore për fëmijët pjesëmarrës. I am an English teacher from
Jam mësuese e gjuhës angleze nga Michigani i Shteteve të Bashkuara. Erdha në Gjirokastër në Shqipëri për një program 6 javor, si me shkollën Koto Hoxhi ashtu edhe me universitetin këtu në Gjirokastër. Të javë nxënësit kanë zhvilluar një shkollë verore 1 javore duke folur për kulturën shqiptare dhe ata amerikane. Ne i krahasuam kulturat dhe folëm për icebergun kulturor, ku një pjesë e kulturës mund të shihet mbi iceberg, ndërsa pjesa tjetër është e vështirë të dallohet pasi ndodhet nën iceberg. Në fund të javës sonë nxënësit realizuan skeqe komikisht për të treguar ato që kishin mësuar. Kjo javë ishte një mundësi për të folur, për të dëgjuar, për të punuar në grup dhe për të parë universitetin si një hapësirë të hapur edhe për ta. Për pjesëmarrësit u ndanë edhe certifikata. Në Sarandë është finalizuar operacioni policor i koduar fast për kapjen e një personi të shumë kërkuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Operacioni u zhvillua nga Komisariati i Policisë Sarandë në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit. Në vijim të punës hetimore dhe operacionale për lokalizimin dhe kapjen e personave në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara dhe përdorimin e metodave speciale të hetimit, në kuadër të operacionit policor të koduar fast, u bëj mundur lokalizimi në qendër të Ksamilit në një automjet tip Audi, kapja dhe arestimi shtetasit EKÇ, 34 vjeç, banues në Elbasan, i dyshuar se antari një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë në qytetin e Elbasanit. Në momentin e ndërhyrjes, ky shtetas ka tentuar të largohet, por është neutralizuar dhe arrestuar nga shërbimet e policisë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, e cila e kishte dënuar me 4 vjet burgim për veprat penale, grupi strukturuar kriminal dhe sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, ndërsa ati kanë mbetur për të vuajtur 2 vjet, 9 muaj dhe 9 ditë burgim. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për hetime të mëtejshme. Për të minimizuar situatat emergjente dhe për të reaguar në kohë, në rast të zjarresh në Pyje dhe Kullota gjatë stinës së verës, shërbimi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi në bashkinë e Tepelenës ka ndërmarrë një sër masash parandaluese, të cilat do të ndihmojnë në evidentimin dhe parandalimin e zjarreve në teren. Shërbimi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi në bashkinë Tepelen ka marrë një sërmasash për minimizimin e zjarreve në Pyje Kullota gjatë stinës së nxehtë të verës, ku ndërto është edhe ngritja e grupeve vullnetare për të parandaluar dhe evidentuar në kohë zjarret gjatë verës në Pyje Kullota. Bashkia ka ngritur dhe ka marrë masat tekniko-organizative për ballimin e zjarreve. Dhe konkretisht, do thosh që janë ngritur grupet e punës, është bërë plan pune dhe është gjithë piramida ose struktura duke filluar me specialistët, vëzhguesët, po kështu edhe me punonjësit të cilët do të funksionojnë në ditët më të vështira dhe pikun më të vështirë. Njësia administrative e qendrës nga njësitë më të mëdha, ka rreth 250 km2, ka 1800 hektar kullota. Nga ky institucion bëhet me dije se janë marrë masat e nevojshme edhe për sa i përket pajisjes me mjete dhe zonave më problematike. Janë marrë masat, sidomos kryesisht edhe me bazën materiale, janë garatuar baza materiale, mjetet të cilat do të jenë nga dishmëri dhe do të funksionojë një piramide plot duke patur bashkëpunim me kryesitë e fshatrave, me të 14 fshatrat dhe janë ndarë me grupe pune të veçanta për të mbuluar të zonën. Besoj se ky do të jetë një sezon i mbarë me masat e marra. Janë marrë masat kryesisht në zonat të cilat kanë qendra të banuara dhe rrezikohet. Në bashkëpunim me strukturat ligjzbatuese do të ketë zero tolerancë për zjarret e qëllimshme në Pyje Kullota, ndërsa autorët e tyre do të përballen me ndëshkime të ashpra ligjore. Ish gjimnazist Asim Zenelas janë takuar pas 4 dekadash. Bëhet fjalë për maturën e vitit 1986. Mes tyre kanë ndarë kujtimet e viteve të bukura shkollore, të cilat duket se kanë mbetur të freskëta ende në memorien e tyre.
Pa në sy njëri tjetrin pas 40 vitesh, ndan kujtimet e bankave të shkollës e përjetuan sërish energjinë e rinis. Këta janë maturantë të vitit 1986 në gjimnazin Asim Zeneli në Gjirokastër, që për herë të parë bëhen bashkë që nga koha kur ndan për të vazhduar rrugtimet e tyre në jetë. Vitet kanë kaluar, por siç shprehen dhe vetë ata, sot ndihen 18 vjeçar. Unë falenderoj të gjithëve që erdhët dhe jam shumë e gëzuar që u realizua kjo ky plan që ne kishim. Edhe unë doja të thoja sepse kam gatitur një fjalë të vogël që mendoj se ta flas me ju. Ne ishim 15 vjeçar kur njëtëm shkallët e gjimnazit Asim Zeneli, institucionit arsimor më të mirë, nga më të mirët, jo vetëm për Gjirokastrën dhe rajonin e Jugut, por për të gjithë vendin. Brezi ynë erdhi në shtatorin e vitit 1982, kur ky gjimnaz shënonte 59 vjet arsimim dhe edukim për brezat e të rinjve, hapur në vitin 1923, me kontributin financiar të popullit Gjirokastrit, fillimisht si gjimnaz lice, me 4 mësues shqiptar dhe 3 francez, duke shprehur qartë dëshirën dhe dashurinë e trevës së Jugut për arsim dhe kulturë. Sot është një ditë e veçantë për neve, mbasi festojmë 40 vjetorin e maturës. Ne matura 1986 dhe sot është 2026, kemi 40 vjetorin dhe unë shikoj shokët e mi që kam dhe 20 vite dhe 25 vite pa i parë. Jemi shpërndar, ka ardhur nga Amerika, ka ardhur nga Tirana, ka ardhur nga Durrësi, ka ardhur nga Anglia dhe jam mbledhur sot këtu. Kemi dhe mungesa, kemi dhe të gjithë kanë ardhur do të vi, po do të na kanë dërguar urim për shëndetje. Kam marrë nga Bostoni, kam 30 vjet që banoj aty dhe kam shumë mall dhe jam shumë e prekur edhe me emocione për këtë mbledhje të gjithë shokëve tanë. Ka shumë nga ata që nuk i kam takuar për shumë vjet dhe ishte një moment shumë i veçantë për t'i takuar të gjithë. Nuk kanë ardhur shumica, po prapë këta që kanë ardhur dhe jemi shumë të gëzuar që po mblidhemi të gjithë bashkë. Si duket vetja sot pas kaq vitesh bashkë? Më duket e re si në kohën kur isha 18 vjeçare dhe nuk do ta pranoj kur që jam më e madhe se kaq. Një emocioni pa nuk e di si në ato vite. Aq më tepër që jam takuar me atë shokun tim që kur ishim 16 vjeç dhe nuk e di më gjethet mishi kur u gjita në përshkallë se di si u ndjeva. Nuk e di çfarë do pres, nuk e di sa mungoj, nuk e di sinqerisht. Jam dhe emocionuar. Vi nga qyteti Durrësit, kam qenë maturante për para 20 vjetësh dhe e pëlqej shumë nismën që ka marrë doktoresh Vjollca, një ndër mikesha tona, shoqet tona. Lumturia më e madhe, emocioni më i madh filloi kur kaluam muajin e ftohtë, se e dinim që do vinim, domethënë tek ish bankat e shkollës si ne kemi qenë. Ndihem e lumtur, pavarësisht se kemi ndryshuar, ne jemi po ai brez, domethënë gjithë energji pozitive, ndërmjet shokëve dhe shoqeve. Një pjesë e mirë nuk janë, një pjesë janë jashtë shtetit, një pjesë domethënë kanë emigruar në për shtete të tjera, migruar brenda vendit. Por u kënaqem që u ritakuam me një pjesë të mirë të kolegëve dhe të shokëve që s'ishin parë ndër vite. Kësaj feste nuk mund t'i mungonin edhe ata që i mësuan dhe i edukuan. Unë jam falenderuese për këta nxënës, sepse më kanë dëgjuar, më kanë respektuar, edhe unë i kam respektuar për të rjetën. Shumica e këtyre pas mbarimit të gjimnazit vazhduan shkollën e lartë, u bën kuadro të mira, po dhe ata që nuk vajtën shkollë të lartë, ruajtën një identitetin e gjimnazit Asim Zeneli. Jam krenare për këtë. Është një ditë plot emocion, e para që rikthehemi përsëri në shkollën tonë, ku kemi nxënë edhe ku kemi dhënë mësim. E dyta takojmë brezat që kemi mësuar edhe jemi shumë krenar për to. Kanë justifikuar komplet gjithçka kemi dhënë me sjelljen dhe jetën e tyre. Është një nga ndjesitë më të bukura që ka profesioni mësuesit, kur shikojnë që brezat në të cilat ka dhënë mësim e justifikojnë dhe te i kalojnë dhe parashikimet. Ndaj i falenderojmë nga zemra, jo vetëm për ftesën që na bëm për të marrë pjesë në këtë gëzimin e tyre, por mbi të gjitha për shembullin e tyre në jetë. Ky takim plot emocione e histori të mbartura ndër vite, ishte dëshmi e lidhjeve që kanë mbetur pa aq të forta, pavarësisht të largësisë, një përvojë e jashtëzakonshme për të prekur sërish energjinë e rinisë. Të
Të nderuar shikues, ishit në minutat e editarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.